Një futbollist shqiptar po shkëlqen në Gjermani me paraqitjet të tij. Fisnik Aslani, sulmuesi 22 vjeçar i Kosovës, ka spikatur në të edicion me fanellën e Elversberg në Bundesligën 2, duke shënuar 18 gole duke dhënë 9 asist. Djalushi i cili vesh fanellën e Kosovës ja ka dalë të çojë skuadrën e tij në play-offin për ngjitje në Bundesligë, por se doji të shkojë ajo ndeshje të ardhmen e ka të sigurt, pasi një numër i madh skuadrash të rëndësishme janë vënë në ndjekje të tij. Lojtari është dhënë në huazim nga Hoffenheimi që nuk ka ndërmend ta lërë të largohet jetë futbollistin dhe synon që ta kthejë në bazë në përfundim të këtij sezoni. Gjithsesi interesi për të është një jashtëzakonshëm. Bild për të ditur se për Aslanin ka shprehur interes për Rusje Mönchengladbach, Werder Bremen, Freiburg, Stuttgart, Union Berlin dhe Köln, të cilët kanë kontaktuar Hoffenheimin për transferimin e tij. Njëkohësisht janë interesuar dhe Sporting Lisbonës, por edhe Fenerbahçe e drejtuar nga Jose Mourinho dhe Anderlecht ku është trajner besnikasi, pa haruar dhe Lille në Francë, por plani i Hoffenheimit nuk ka ndryshuar, siç ka treguar drejtori sportiv Andrea Schicker. Fakti është se fisniku është lojtari ynë, nëse ai kthehet këtë verë, ne kemi një kontratë deri në vitin 2026. Padyshim që kemi pasur biseda me të, do të montohemi të zgjasim kontratën, tha ai.